Po, do t'ju përfundojmë punët që qeveritë e mëhershme ka lënë keq e në gjysmë, si rruga Prishtinë-Podujevë, Prishtinë-Mitrovic, autostrada Prishtinë-Gjilan dhe rruga Prishtinë-Pej. Nuk ka qenë lehtë të zhbëjmë labirintin burokratik, keq planifikimet me projekte dhe keq menaxhimet me kontrata, por po ja dalim. Ndërtuam e asfaltuam rrugë edhe në zona e fshatra në veri të Republikës, me të cilat lidhëm fshatrat mes vete si dhe me komunat në jug. Atje po ashtu, për herë të parë, po ndërtojmë e rinovojmë vjetra shtëpi të banorëve shqiptar që janë dëmtuar nga lufta e fundit në Kosovë. E pas 24 vjetëve në Mitrovic të Veriut, Zveçan, Zubin Potok dhe Leposavić, hapëm e funksionalizuam zyrat katastrale komunale. Të gjitha këto janë bërë, ndërkohë që borxhin për shpronësime e kemi ulur për 86 milion euro. Kemi nënshkruar marrëveshje me Maqedoninë e Veriut për rrugën Prizren-Tetov, që do kaloj mes përmes malit të Vërtopit. Kemi parapar 200 milion euro investime për rehabilitim në linjën sekurorore 10, që do të mundësojë operimin e trenave me shpejtësi deri në 100 km/orë